Mirë se erdhe Briciap në Letrat Rrëfejnë. Tek unë Diana, që do bëj leximin e juaj të radhës, dhe pyetja ime ishte e ardhmja dhe këshilla që mund të marrim për të arritur deri aty, apo si të ecin gjërat përpara. E ardhmja juaj të dashur Briciapër fillon me 4 të lejthive. Kjo tregon një nevojë madhe për siguri. Briciapër jeni duke mbajt fort atë që keni, para, punë, pozicion, kjo është e kuptueshme, por e ardhmja të thotë se kontrolli i tepërt është duke të bllokuar. Nuk po ecin dot para nga kontrolli i madh. Pastaj vjen 7, kemi shumë lejthi këtu, shikoj, të 4 letrat nga 6 janë lejthi. Këtu lind dyshimi, më falni, 7 të lejthive, këtu lind dyshimi, apo ja vlen kjo që po bëj. Ka pritje dhe durim, por edhe pasiguri për rezultatet. E ardhmja të thotë, je në rrugë të gjatë, jo në sprint. Nuk e dalë të bësh vrap. Kjo është një rrugë e gjatë për të arritur, asgjë nuk bëhet brenda natës, asgjë nuk bëhet pa punë, asgjë nuk bëhet pa mund. Në këtë që shikoj që është kogja e madhe, çfarëdo që jeni duke ndruar, apo për t'i dhënë jetë asaj që keni dëshirë, është një rrugë e gjatë. Pra, jo vrap maraton. Më pas, është shfaqet 5 të lejthive, një letër që sjell pak vështirësi të vogla, pengesa ose ndjesi mungese, sikur po mungojnë ca gjëra. Kjo nuk është humbje e madhe, por është një lloj presioni që po vjen i para. Është fazë kalimtare që të mëson të mos mbështetesh vetëm te forca, por edhe te mençuria. Jo vetëm te parat, por edhe te puna. Jo vetëm të iderat, por edhe të veprimet. Tani varet në çfarë pozicioni apo në çfarë situate gjendeni. Dhe kjo pikë hyn mbretëresha e zemrave. Këtu balancohet gjithçka, të dashur Briciapër. Ose ju bëni më të butë me veten, ose dikush të ofron mbështetje emocionale. E ardhmja të kujton, apo kjo letër, se nuk je vetëm dhe nuk ke pse të mbash çdo barr vetëm. Nuk je vetëm. Ke shumë përreth që mund të ndihmojnë në këtë dëshirë, në këtë arritje, në këtë situatë që dëshironi. Pastaj vjen fanti i lejthive quhet. Kjo është fillim i ri praktik, një ide e re për punë, një hap i vogël, por i sigurt. Nuk është diçka madhore menjëherë, por ka potencial nëse e ushqen me durim. Nga si shikoni, është i mbështetur në një baston këtu, sikur i bën gjërat më ngadalë, por i bën të sigurta, të dashur. Absolutisht. Dhe leximi juaj mbyllet për bukuri, ta them kështu, me perandorin. Kjo letër tregon stabilitetin e plot. Autoritet, kontroll i shëndetshëm dhe drejtim i qartë. E ardhmja e Briciapit përfundon më fort se fillimi. Ti nuk po ndërton diçka të përkohshme, po ndërton diçka që zgjat. Që do jetë me vite aty. Absolutisht. Prandaj dhe kërkohet durim. Pra, leximi juaj apo e ardhmja ecën kështu për ju: siguri, pritje, sfidë, mbështetje emocionale, fillim i vogël, forcë dhe stabilitet. Këshilla që mund të merrni nga këto letra është mos u kap pas frikës se do humbasësh. Thoshin plakat mos ndjell as ti. Ki durim me procesin. Pranon ndihmën emocionale, qofshin ato me fjalë të qëndron dikush afër. Fillimet e vogla, këto tuat kanë vlerë të madhe. Mbaje drejtimin, jo vetëm kontrollin. Të dashur Briciap, forca e vërtet është ajo që ndërtohet ngadalë. Këtë mos harroni kurrë.